Eliona shperthe në vaj, humbja e nënës dhe motrës. Ajo Eliona vdiq atë ditë. Eliona banorja 18 vjeçare e Big Brother VIP Kosova, e cila jeton dhe punon si blogere në Gjermani, ka ndarë në shtëpi historinë e saj tronditse. Ajo ka humbur nënën dhe një motër në një aksident të rënd trafiku, një ngjarje që ka ndryshuar përgjithmonë jetën e saj. Eliona rrëfeu detajet e aksidentit që ndodhi në vitin 2021, ndërsa ata udhëtonin me autobus drejt Kosovës. Ishim rrugës për Kosovë. Aksidenti ka ndodhur në Kroaci. Në autobus kemi qenë unë, mami dhe 2 motra. E kam humbur motrën dhe mamin. Ajo ka qenë gjëja më e keqe që më ka ndodhur ndonjëherë në jetë. Në atë moment, babai dhe vëllai i saj ishin në Gjermani. Eliona dhe një motër tjetër mbijetuan fatkeqësinë. Humbja e papritur e nënës dhe motrës, të cilën e kishte si shoqe të ngushtë, e transformoi Elionën nga një vajzë 14 vjeçare në një kujdestare të detyruar. Ajo ndjeu një përgjegjësi të rëndë për vëllain e saj 13 vjeçar. Jam ndjerë e detyruar me ruajtur vëllain, sepse kam ditur që mami, kur ka vdekur, e ka ditur në duart e kujt po e lë, tha ajo. Eliona pranoi se mungesa e nënës dhe motrës ndihet çdo ditë, veçanërisht në atë moshë kur kishte më shumë nevojë për to. Ajo e përmbylli rrëfimin duke thënë se tragjedia i mori jo vetëm familjen, por edhe identitetin e saj të vjetër. Ajo Eliona që kam qenë, nuk jam më. Ajo ka vdekur në atë moment. Rrëfimi i saj i thellë emocional ka tronditur publikun, duke zbuluar një forcë të jashtëzakonshme te banorja e re e Big Brother VIP Kosova.